Muaj të mbar dhe pranverë të mbar për të gjithë ju. Ju dërgoj gjithë energjinë e këtij vendi të bukur, energjinë e luleve, të pranverës që sot sapo filloi. Pranvera do të thotë rilindje, zgjim. Ndaj më ndiq deri në fund të kësaj video të dëgjosh dhe energjinë e muajit mars për të gjithë ju që doni të bëni hapa të sigurt për jetën tuaj. Muaji mars do jetë një muaj për të gjithë, muaj i fillimit të ri. Shikoj veten tamam si kjo lulje pavarësisht në këtë tokë me gurë ka lullëzuar. E di shumë mirë për ty grua, për ty burr, që ke kaluar sfida të mëdhaja, por muaji mars do të bëj që të lidhesh me veten, të ndihesh i plotësuar dhe të mos eshtësh më, po të flasësh të vërtetën tënde. Erdhi dita të lullëzosh. Ndiqe deri në fund videon dhe për më tepër më ndiq këtu, Flutra me Fat 333 në TikTok, në YouTube, në rrjetet sociale. Ju dua shumë, ju falenderoj. Marsi është muaji i zgjimit, jo vetëm i natyrës, por i ndërgjegjes. Është momenti që fillon të marrë frymë më thellë. Dhe ky muaj do jetë marrja e frymës thellë e gjithë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqipëria do marrë frymë më thellë dhe do ketë lëvizje dhe marrjes të vendimeve të reja. Do jetë një muaj që ka shumë gjëra të fshehura që do dalin në sipërfaqe. Dhe ajo që do dalin në sipërfaqe është lodhja kolektive, pakënaqësia, manipulime dhe emocione të vjetra. Por mos u tremni, se çdo gjë që del në dritë është gati për të shruar. Ky muaj do të jetë një rilindje ekonomike, fillime të reja, guxime për një fillim të ri biznesi. Kush ka ndërmend të bërë biznese të reja mund të fillojë, është një muaj i përshtatshëm. Burime të reja të ardhurash. Shërimi familjar, padrejtësitë do të krijojnë situata të ndryshme që secili do të ketë vendin e tij në familje, në shoqëri dhe në këtë tokë. Zgjimi i energjisë femërore që do bëhet në muajin mars do jetë që gratë nuk do të heshtin më, do të kërkojnë respekt në familje e në shoqëri, por kjo do vijë kur secili të përqendrohet tek vëtja e tyre dhe duke u ndërgjegjësuar. Dhe ndërgjegjësimi vjen kur ti mëson potencialin tënd dhe pse ke ardhur në këtë tokë, çfarë erdhe të bësh, me çfarë mësimi erdhesh dhe si do shkosh. Dhe ky ndryshim do vijë kur ti të arrish të kuptosh pse u linde, pse në Shqipëri, pse je grua, pse je burr, dhe mbi të gjitha, pse erdhe tek këta prindër, pse i zgjodhe, kush është misioni jot personal, kush është karma jote personale, familjare, e shoqërisë dhe si duhet ta bën. Dhe këtu dua t'ju them se ka mënyra të zbulosh të gjitha këto. 1. Mësimi i kodeve të dritës me ditën e lindjes është ajo që të duhet tani të kuptosh të gjitha këto. 2. Të mësosh hierarki në familje dhe në biznesin tënd. A je në vendin tënd si person, në familje që u linde dhe në familje që ke krijuar dhe në shoqëri, në biznes. Çfarë vendi ke ti në univers? E di pse ke ardhur? Dhe si mund ta mësojmë këtë? Kodet e dritës me ditën e lindjes mund të mësojnë gjithçka për atë që ti ke ardhur këtu në tokë.
Dhe mënyra e tretë është shërimi i plagëve të trashëguara, personalet të trashëguara nga pararësit, nga prindrit, dhe traumat kolektive dhe dalja e plot nga sistemet që na bllokojnë në jetën për lumturinë tonë, gëzimin dhe të jetojmë jetën si qenie hyjnore. Atëre, sistemi përfaqësik transformues 333 mund t'ju bëj të gjitha këto. Jam këtu me Rita Cake, mentore, terapiste, shkrimtare, trajnere dhe mësuese e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Jam këtu të të ndihmoj me terapi në individ, grupe dhe trajnime për të gjithë ju, gjithashtu për edukatorët, psikologët, mësuesët dhe për të gjithë ata që duan të lidhen me misionin e tyre dhe të shpirtit të tyre dhe gjithashtu të ndihmojnë veten dhe të tjerët si kolektiv. Për ata që mund të shërbejnë dhe tek të tjerët, për të gjithë ju që jeni gati të bëni diçka ndryshe. Kur punon me veten, akoma dhe me plagët e kolektivit, çdo gjë bëhet më e lehtë. Ajo që duhet të punosh, sidomos në shqiptarët, është shkëputja nga roli i viktimës, falja e vetes dhe të tjerëve dhe për të ndihmuar të tjerët, mund të bësh edhe ti një nga personazhet për të marrë këto informacionet si trajnim. Në qoftë se ke nevojë dhe kujton që ke humbur rrugën tënde, gjithashtu nuk e di pse ke ardhur, çfarë të bësh dhe ku do shkosh, dhe ke vështirësi në jetë, ke heshtur, je lodhur, nuk di nga ta fillosh, jam këtu për ty, për të të ndihmuar. Ju uroj një muaj të mbarë dhe hapni zemrën. Gjithashtu, njoftoj të gjitha gratë të cilat duan të bëjnë diçka ndryshe, të gjejnë veten dhe të jemi pranë njëri tjetrit. Në datën 27, 28 dhe 29, për një grup të vogël guzimtarësh grash, kam organizuar një retreat prej 10 vetash vetëm në Mali të Morit për një rilindje të vërtet të jetës tuaj. Në qoftë se je gati dhe dëgjon këtë thirrje, komuniko me mua në Viber, Telegram dhe WhatsApp tek telefoni 0030 699 321 46 37. Erdhi koha të jetosh dhe jo të mbijetosh. Ju uroj një muaj të mbarë dhe gjithë begati, qetësi, paqe shpirtërore.